të ftuarit është Franc Nuri, mirëse erdhe, faleminderit. Faleminderit për ftesën. Duhet ishe në kuvend sot. Po, kishim mbledhje grupi faktikisht të anoncuar mbrëm, të njoftuar mbrëm me urgjencë për sot në mëngjes përpara mbledhjes parlamentit dhe mund t'ju jap dhe informacionin që edhe ju e njoftuat. Mbledhja e grupit parlamentar Partisë Demokratike ka marrë vendim, sapo ka marrë vendim që sot e në vijim të mos shkohet në parlament për sa kohë... Nuk është vetëm për sot, po më thua? Për sa kohë projekt ligjet, 4 kërkesat e protestuesve që deputetët e Partisë Demokratike i kanë mbështetur dhe i kanë sjellë në kuvend si projekt ligje, i kanë materializuar dhe i kanë çuar si projekt ligje. Për sa kohë këto projekt ligje nuk futen në kalendar të punimeve të kuvendit, pra nuk merren parasysh nga Niko Peleshi dhe nga parlamenti për të trajtuar, nuk ka... Më thuaj me sinjale, është bojkot afatgjat kë? Po, mendoj se për sa kohë këto 4 ligje, pra dhe është dhe një deklarat për shtyp, pra po themi një deklarat e grupi parlamentar Partisë Demokratike shpërndar medjave, ku saktësohet se grupi parlamentar dënon me forcë sjelljen e maxhorancës Kuvendit të Shqipërisë që vijon pengoj opozitën në ushtrimin e funksioneve të saj kushtetuese. Të martën, duke përdorur forcën e kartonave, maxhoranca refuzoi kërkesën për llogaridhënie të kryeministrit dhe ministrave në debatin parlamentar, po e bëi pak më të përmbledhur, dhe në vijim të kësaj qasje bllokuese, thot grupi parlamentar i Partisë Demokratike, ashtu, maxhoranca miratoi pra kalendarin e punimeve dhe nuk ka përcaktuar, pa përcaktuar datën e shqyrtimit të 4 projekt ligjeve që opozita dhe Partia Demokratike në këtë rast, grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka kërkuar dhe janë 4 projekt ligjet që ka edhe protesta si nisëm. Janë projekt ligji për shfuqizimin e ligjit për zonat e mbrojtura, pra ligji i famshëm 21/2024 që ne kemi kërkuar shfuqizimin dhe gjykatë kushtetuese. E dyta, projekt ligji për shfuqizimin e ligjit për investime strategjike. Dhe shfuqizimi i paketës së maleve. E treta dhe e katërta, projekt ligji për shfuqizimin e dispozitave të ligjit për trashëgimin kulturor. Janë të 4 kërkesat e protestuesve që grupi parlamentar i Partisë Demokratike i ka mbështetur, jo vetëm deklarata, i ka materializuar me kërkesa konkrete në projekt ligje. Por mbledhja e kuvendit nuk i ka përfshirë fare, i ka ignoruar, nuk i ka përfshirë fare në kalendarin e punimeve. Për këto arsye, grupi parlamentar ka vendosur që të mos marrë pjesë në punimet e kuvendit në seancën e sotme, edhe besoj që kjo punë tani do shihet se si do të vazhdojë në seancat në vijim. Me mua studio është dhe Ervin Karanja, mirë se erdhe. Sërgjeta, përshëndetje. Nuk jemi vetëm në kushtet kur ne presim që SPAK të veprojë në kuadër të ngjarjeve që kanë ndodhur, por pas kemi edhe një vendim politik për shfuqizimin e këtyre ligjeve. E sheh me vend që këto ligje nuk duhet jenë? Në lidhje me ligjin, unë për shembull do t'i referoj ligjit për zonat e mbrojtura. Ligji për zonat e mbrojtura, ligji i parë në 2017 është bërë nga specialistët. Edhe ndryshimi është bërë nga një grup deputetësh. Mendoj që ka vend që të mblidhen specialistët, sepse çdo deputet, për shembull edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike, pavarësisht se janë jurist një pjesë, ajo, ndryshimi një ligji kërkon dhëna teknike, pra se është ligji i veçantë për mjedisin. Pra ndryshimi 2024 që është bërë nga një grup deputetësh duke mos pas njohuritë e posaçme, të vë ndryshime që kemi të bëjmë, këto ndryshimet e këtij ligji janë bërë jo konform ligjit. Pra, sepse edhe bërja e ligjeve ka një ligj, ka një rregullore të kuvendit. Ligjet specifike kërkojnë nga pikpamja formale ligji mund të jetë në rregull, se ligjet ndryshojnë me propozim një grupi, por studimi është detyrë e specialistëve. Dhe kjo, madje dhe ndryshimet, mendojnë, duhet arrihet një konsensus që të vinë specialistët, çfarë ndikimi ka në mjedis. A ka pasur ndikim apo jo? Tani, çka ka ndodhur? Ne kemi për çështjen e Zvërnecit, kemi hetimet që janë në SPAK. Nuk di se në çfarë faze janë, sepse sigurisht është pjesë hetimore. Debati që bëhet sot është, a mundet të veproj SPAK që të shkoj deri tek ata që kanë bërë këtë ligjin e 2024-s, a kanë kapacitete, sepse në analizë, opinioni publik ndahet, ose dhe juristët ndahen tek ajo që nuk e di nëse ka ndodhur më herët që shumë të shkosh deri tek deputetët, se ti duhet të faktosh, ose ata kanë marrë një urdhër që të bëhet në këtë mënyrë, ose që kanë marrë parat, po që ta faktosh këtë mua më duket e vështirë. Nuk e di si e shikon ti tani. SPAK-u ka praktikat e vete. Ka bo praktikat vetë. Po, ti thua, shkon deri ke këta deputet që po ja... Ja të them punën e praktikave, nga pikpamja hetimore. Ta duhet të bëhen hetime. Për shembull,
Kur janë grupet e interesit, verifikohet kanë dalë në kufi apo jo, kanë bënë një pagim pushimesh, pra nëse jam rregull. Pra, provueshmëria, siç e tha dhe dje zoti Bravo, thanë, që provueshmëria është tjetër dhe drejtuesi SPA-u zoti Bravo, që tha që provueshmëria është tjetër dhe çfarë thuhet në publik. Por hetimi është hetim, pra grupi që ka propozuar, ka lidhje me grupet e interesit, ka dalë kufi, ka bërë një pagesë, ka pa një neshe, s'është bërë si praktikë tash. Pra siç u bë për Arben Ahmetajn, që u verifiku, në shifet, ka apo jo lidhje. Pra, praktika është, madje praktik kemi edhe të rastin e zotit Berisha, që thotë ka dalë akt ligjor ose nën ligjor për llogari për interese. Atëherë do të ti praktikën e ke. Pra e ke bën një praktikë, sepse nëse nuk verifikohet kjo praktikë, atëherë kemi standarde dyfishe. Pra duhet verifikohet, do të thonë të hetohet. Me çfarë tentative është kjo nëse shkojmë dhe gjykojmë ose penalizojmë deputetët? Deputetët ka një kod procedure penale, ka një kod penal. Duhet respektojnë ligjin. Pra aty përfaqësojnë popullin, janë përfaqësues të drejtë për drejtë, qeveria është shtetërthor. Pra deputetët zgjedhin ose parlamenti zgjedh qeverinë. Këta kanë për detyrë të zbatojnë ligjin dhe ligjet që propozohen, nëse provohet që janë burim i akteve korruptive, atëherë duhet procedohet. Pra sepse ti e ngre kartonin jo për qëllime personale, por një grupit të caktuar. Lobime bëhen, por jo të shkelin, sepse ligji për zonat e mbrojtja janë pasuri kombëtare, janë e një grupit caktuar. Pra duhet shikohet zonë e mbrojtur, duhet të dëgjohen gjithë, sepse duke u dëgjuar, ky është parimi i dëgjimit, që dëgjon, sepse mund të kesh ndoshta zhvillohet zona, por mund të jetë një projekt tjetër, ti të mos ta prekësh fare zonën e mbrojtjes, ndërtosh jashtë, sepse tash me sa kam parë dhe projektet, të gjithë ndërhyjnë në zonat e mbrojtura. Pra duani shtëpinë mes pyllit ose duan betonin mes pyllit. Mund shtohet, mund shkojnë në vend tjetër. Pra zonat ngelet e paprekur të ndërtohet zona tjera. Materiale që Po pra, duke u bërë në mënyrë të njëanshme këto. Duke bërë nga një grupi caktuar dhe në fshetësi, le dyshime, sepse është mungesë e transparencës që ne këtu do dalë. Ka dyshime për ligj me porosi. Ka dyshime, thua ti që ky ligj është me porosi, po duhet faktuar. Pra duhet që tani, a është fakt ose provë The Albanian Files? Atë do thosha dhe unë. Është një indicje mjaft e fortë do thosha unë, sepse aty ka element që janë konkordant. Pra që përputhen. Po ti vësh në retrospektiv me ngjarje, me zhvillimin e ngjarjeve. Se po ti shikosh në mënyrë të izoluar, hajtë se po lexojmë këtë librin tani, pa ditur kontekstin dhe pa ditur se çfarë ka ndodhur në aktualitet, në atë kohë, kur janë miratuar këto projekte, apo kur janë miratuar këto ligje, atëherë ti je i shkëputur në kokë. Më thuaj kush është dyshimi kryesor? Dyshimi kryesor është shumë e thjeshtë. Ligjet ne dyshojmë si opozitë që kjo qeveri në shumicën e rasteve të këtyre projekteve, ligjet i kanë ndryshuar me porosi. Ti hetoj SPA-ku apo prokuroria se kush mund të përfituesi. Mund të jenë ndryshuar me porosi në kuptimin. Ja pra, janë ndryshuar me porosi sepse projektet tani që u publikuan projektet, dalin që projektet kanë qenë të bëra më përpara. Në letër. Në letër, jo vetëm në letër, kanë qenë gati projekte dhe këto projekte kushtojnë me qindra mijëra euro, për mos thënë miliona euro, nga arkitektët më të mëdhenj dhe studio më të mëdha. Çfarë implikon kryeministrin? Se një gjë është vizioni dhe çfarë implikon kryeministrin aty? Pa dalë akoma te kryeministri. Po themi një herë me qeverisën tërësi dhe me deputetët që mund të kemi miratuar këto ligje. Ata që kanë marrë iniciativën, se deputeti ndoshta dhe s'man përgjegjësi ku ngre kartonin atje për ta votuar, po duhet marrë përgjegjësi ata që e kanë propozuar. Që pse ke ardhur ti me këtë propozim konkret kaq teknik, që shumicën e rasteve ata nuk i dinë ata deputetë se çfarë sjellin aty. Po kjo s'bën pa sepse ja sjellin gati. Pikërisht pasi ata kanë firmosur. Po pra tani. Kush ta ka dhënë gati projekt ligjin që të thotë që në filan nen të ndryshohet kjo fjali të vihet ajo fjali që janë shumë teknike, ata ta kuptoni. Nuk e kanë kapacitetin dot që ta bëjnë një grup deputetësh që shumicën e rasteve marrin firmat aty në sekond fundit. Ja ajo është shumë e qartë që ligji ka ardhur gati. Merre firmose dhe depozitoje me anë të deputetëve. Pse? Që ta kuptojnë edhe njerëzit. Sepse po ta sillë qeveria, duhet të kaloj konsultim publik, është ajo që tha dhe kolegu për shkak të interesave dhe të procedurës ligjore, por edhe interesit të publikut për ta dëgjuar dhe për të shmangur konsultimet publike, për të shmangur transparencën, për të shmangur grupet e interesit që mund ndërhyjnë dhe për ta kaluar një ligj me shpejtësi, jo vetëm me këtë ligj 21/2024, po ja shikoni këtë vit, ka me 10 ligje që vinë dhe janë shumë teknike, vinë vetëm me deputet. Vinë vetëm me deputet. Në dijenin tënde,
ajo që bën dje protestuesit është padiqe çuan në SPAK librin me disa firma, apo SPAK duhet ta nisi si një indicje? Çfarë është bërë? Nuk ka marrin si indicje. Ata çfarë bën dje? Nuk e ndohesha në detaje prezantimit, por kanë qenë prezent aty me sa kuptova dhe në SPAK nuk depozitohen dot. Duhet shkruan për post, pra mënyrë elektronike. Atë do shpjegoja. Në SPAK nuk dorëzohen dot në protokoll dokumenta, as dorëzi, duhet jenë me post. Kështu që nëse e kanë depozituar me post, mbetet ta shpjegojnë ata. Do ta bëjmë, tha. Por publikisht aty është një akt publik për të rrequr edhe po themi edhe mediat për ta edhe protestin, por edhe simbolikën e saj. Po simbolikën. Po për t'y rikthyer vetëm për ta mbyllur këtë pjesën e projekteve, që ndoshta këtu do ta nënvizoja. Fakti që këto projekte janë publikuar tashmë në këtë libër. Dhe këtë libër nuk e kanë bërë shqiptarët, e kanë bërë të huaj. Po patjetër. Dhe ky libër ka projekte që janë hartuar, janë porositur, nuk e dim se nga kush, për para disa vitesh, ku parashikohej që do ndërtoj në zonat të mbrojtura projekte miliona euro, të cilat në kohën e projektit ligji nuk e lejon të ndërtimin. Atëherë çfarë tregon? Tregon që këta që kanë ndryshuar ligjin më mrapa, e kanë pas ditë. Po kush i jep lejet, kush i zbat, kush i ofrojnë në Shqipëri arkitektët e huaj? Kush i jep garanci, po kush i ofron dhe kush rrip krah atyre përveç se Edi Ramës? Tani. Kush mburret me gjithë arkitektë që vinë këtu? Kush janë ata arkitektë që bëjnë atë letrën e famshme e thotë mos bëj zgjedhje zoti kryeminist në Shqipëri. Më mirë bëu mbret. Apo e parafrazoj. Qartë. Mund të jetë libri se disa shkojnë edhe më thellë që thonë që Rama shkroi bëri në mënyrë arkitekturore, si po i dëgjoja dhe po i lexoja gjatë këtyre ditëve, veprat e tij penale. Rangja, ti ke besoj një lexim ose... Tash librin që ka parë më që ka dalë në media bëhet fjalë për disa projekte në zonën e Krorzit, në zonën e Dërmiut, në Divjak. Tani, kur është pyetur kryeministin lidhje me projektin e Zvërnecit, Pishporonit, ai thotë nuk ka projekt. Pra, domethënë nuk ka projekt, kjo është ideja. Pra, nga pikpamja formale, domethënë këto zona janë pa projekt sot e kësaj dite. Pra, me projekt ç'kuptojmë? Me projekt kuptojmë projektimin, miratimin nga organi kompetent të projektit, më pas miratimin dhe vetë lejes dhe zbatimin e punimeve. Këtu, ai da dalim të mungesë e transparencës, që kemi thonë dhe ngulim këmbë. Pra, ne nuk e dim se çfarë projektesh ka. Projektet, siç është bërë, siç është ndërtuar, se ne kemi shtet që 1112. Janë bërë punime në kohën e Zogut, janë bërë punime në kohën e Enver Hoxhës që do bëjë një projekt, kur bëjë një hidrocentral, kur bëjë një institutet e projektimit, ose qoftë vendase, ose të huaj, sepse projektuesit e huaj, domethënë është një diçka më e gjerë se sa vetëm në Shqipëri. Por ne duhet dim që kush i ka bërë, si i ka bërë, si janë investuar, si është investuar, çfarë vlerë ka dhe a kanë lidhje me zbatimin e projekteve sot, sepse ke projekte i pjesë janë të zbatuar, këto studiet e projektimit, kanë lidhje me atë pikëzën. Duhet të administrojë. Ajo duhet parë, domethënë nuk mund të them në mënyrë të drejtë për drejtë, shiko, ja u gjet pro, absolutisht, kemi një projekt ide, domethënë është një ide, sepse zbatimi në terren, projekti në terren ka shumë larg. Pra nga projekti ideja deri në zbatimin e tij, projektin përfundimtar, është shumë larg. Por thash edhe një herë, mungesë e transparencës, mungesë e burimeve të financimit, domethënë bërja e akteve në mënyrë të njëanshme, sjell që ne na lind dyshimi që këto janë të paracaktuar dhe ne kot është si muhabeti neshjes futbollit, neshja është e shitme neve kot shohim neshën. Do dalin 3-2 neshë, ike, pjesë e parë është 1, pjesë e dytë është 2 dhe kështu. Pra duke i mbledhur gjithë këto gjëra ne konstatohet në fare qartë mungesë e transparencës, akte të bëra në mënyrë të fshehura. Dhe njerë thuhet di, njerëz duhet di, thuhet ka projekt, s'ka projekt. Atëherë kur është ky projekt, atëherë ç'është ky projekt? Është projekt ide, është projekt përfundimtar, se nëse është një projekt i mirë për vendin, burim hajde ta diskutojmë. Por çfarë ndodh? Neve po na përgatitet gjëra në mënyrë të njëanshme. Pra, bëhet fakti kryer. Është si me një vend Shqipërisë, po të ke parasysh. Ti porosit mish qinjë, thaj thot, haj, visë dhe ky i mirë është. Domethënë, unë kom porosit qinjë, thot ai, kupton? Pra këtu është e di unë këtë punë, se sa dhe kështu i bie. Në mos qoftë mish dhije pastaj. Ose të jetë mish dhije, tash, neve transparenca. Komunikimi, banorët e zonës që kanë ato, pronari tokës, ai mund të ketë shtëpinë aty, ai nuk e di se çfarë bëhet në pronën e vet. Dhe këto gjëra, domethënë, nuk bëhen në një shoqëri demokratike. Jo, vetëm kaq, po ta shikoni edhe në vazhdën e gjithë
këtyre viteve dhe ligjet që kanë miratuar që kur ka ardhur në pushtet Edi Rama, që kanë të bëjnë ligje jo në përgjithësi, po flasim ligje konkrete për pronat. Që prekin nga afër apo nga larg pronat, apo dhe asetet shtetërore. 88.5 hektar tokë turgjve. Tani gjithë e kishin dhënë me Osmanin, lidhet me një personazh, këta që shohin filma, po pak rëndësi ka, unë po them, unë filma turgjve, telenovela drejt. Unë po them turgjve. Tani, mua së më bën përshtypje është Osmani apo Osmani Junior. Mua më bën përshtypje dhe duhet të kuptoj sipërfaqen e tokës dhe që vjen në një moment kur diskutimet janë shumë të nxehta për këto çështje. Ka ndodhur tani të fundmi, apo ka qenë se nuk jam në dieni të kësaj të detaj? Dje më ka dalë lajmi. Prap përsëri në pikun thash. Në pikun e kësaj, po. Është patjetër që kjo tregon një farë është vendimi i Këshillit të Ministrave, është pra tokë shtetërore në Vlorë që vjet në dispozicion kompanisë Rams Albania, e cila do të ndërtojë aty një zonë të lirë ekonomike. Atëherë është mi kuadrin e ligjit për zonat e lira ekonomike, ligjit baza ligjore. Besoj nëse ju e keni vendimin, mund ta shikojmë dhe edhe ta analizojmë dhe bazën ligjore, sepse unë këtu e nisa, paka shumë përgjigjen time. Pra, po të analizojmë. Jo investitor strategjik, jo investitor, atë do të shpjegoja. Është janë zonat këto ekonomike? Zonat ekonomike, ekskluzive ekonomike, ose zonat ekonomike që janë të përjashtuar dhe nga po themi detyrimet doganore etj etj. Ka disa përjashtime. Shikoni, që kur ka ardhur Edi Rama në pushtet. Unë kam konstatuar, dhe aq më tepër tani e shikojmë, që është bërë çmos që të gjitha ligjet janë shërbim të kompanive të ndryshme në mënyrë ose tjetër atyre që quhen investitor, po të huaj nuk ka, se shumë pak ka ngelur këtu investitor të huaj, aq më tepër investitor serioz. Me një fjalë është bërë çdo gjë që pronat private dhe publike të jepen nga shteti, kudo, mos ngeli as i plëm tokë. Shembulli i fundit, paketë male. Apo kjo tjetra. Pra pasi dhan Bregdetin. Pasi dhan Bregdetin. Do jetë është komision kjo se. Pasi dhan Bregdetin. S'ka ngel më cep pa betonizuar. Edhe vazhdoi me këto projekte famshme ku lindi dhe kjo protest nga Moris Punto. Tokat, ndërmarrjet shtetërore me VKM-n e famshme 54 të vitit 2014. Është miratuar kjo VKM në shkurt të 2014-s. Kjo VKM parashikon dhënie me qera edhe me emfiteoz deri në 99 vjet pasurive publike dhe aty më pas është modifikuar 10 herë VKM-ja. Tani, në shtetemi tuaj, po ne na dalin shqiptar. Po pikërisht. Dhe mish na dalin shqiptar, na dalin elita, grup, ato që janë ndoshta që kanë pjesën e Luanit në ekonomi. Po unë nuk kam parë që edhe Partia Demokratike të bërtas për këtë. Jo, Partia Demokratike ka ngritur zërin mjaft fort për ligjin e investimeve strategjike. Ka qenë përpara se sa ta çojë tani në kuvend për të kërkuar shfuqizimin, e ka ngritur gjithmonë. Këtë VKM 54 mund ta kem përmendur unë disa herë dhe vazhdoj po e them. Po, edhe këtu e kemi trajtuar disa herë. Se kjo VKM është shumë e rëndësishme për mediat e anashkalojnë. Është modifikuar 10 herë brenda 8 viteve. Ka pasur 2 vite, 2016 dhe 2018 ku është modifikuar, është ndryshuar 2 herë brenda vitit. Një VKM e vetë qeverisë Rama, ku është parashikuar Shqipëria 1 euro, dhënia tokave me 1 euro, me qëra. Investigoni, shikoni kush ka përfituar nga këto, pse ka përfituar etj. Po Shqipëria 1 euro është e Berishës. Jo, e ka bërë Rama në 2014. Ajo ka qenë gjë tjetër në atë kohë. Po, se ke. VKM-n e Berishës këtu. Ka pas qenë tjetër projekt dhe mund të zbatuar vetëm një herë. Në 2014, VKM-ja 54 për dhënie me qera dhe emfiteoz të tokave pronave publike është e shkurtit 2014. Edi Rama ka marrë qeverinë në shtator zyrtarisht të 2013-s. Pas 5 muaj kjo VKM është ndryshuar 10 herë. Ndryshimet janë, jo gjërat vogla, janë duket sikur janë qepur me kostum për investimet caktuara. Dhe aty është përfshirë, nga dhënia me qera është përfshirë dispozita që ta marrë pas 5 vitesh nëse bën investimin ta marrin me privatizim. Pra, dhënia, falja e tokave shtetërore, aseteve kombëtare, ndërmarrjeve shtetërore, pasi jepej me qera për një farë kohe, pasi supozohej do bëjë një investim apo jo i caktuar, që dhe kjo do verifikuar janë bërë apo jo ato investime, mbas 5 viteve thoshte VKM-ja ta falim tokën shtetërore. Kjo është një. E dyta paketa e maleve tani, ligji për investime strategjike që u bë për 5 vjet nga kjo qeveri dhe vetëm shtohet vit për vit, dhe ku i keni investitorë strategjik këtu huaj? Ku i keni? Se përmjet i ligjit gjithë shqiptar. Më gjej një investitor të huaj që ka përfituar nga statusi investim strategjik. Po dalin të gjithë sportistët, aktorët pranë qeverisë që u bën investitor strategjik.
edhe biznesmen Po, biznesmen, po, i kanë po, qëndruar po, pranë po, të dalin edhe dyja këta. subjekteve politike. Ligjin e famshëm tani që e kanë quar për konsultim, me nxitim, dhe me gabime teknike nga ana ligjore, këtë të tokave bujqësore, me gabim nga ana teknikës legislative, domethënë ku dalin aty në fund, dispozita e fundit thotë ky ligj hyn në fuqi 15 ditë nga botimi fletor zyrtare dhe shtrin efektet thotë deri në 7 vjet mbas antarësimit i Bashkimit Evropian, që s'ka ndodhur kurrë që efektet e ligjit parashikohen ligjin e botimit fletor zyrtare. Nga nxitimi e kanë bërë shkele shko, sepse e din që i kanë orët ndoshta të numëruara në pushtet dhe tani po i japin gjitha dhe aty duhet përgjigjen dhe për pyetjen tuaj, edhe tani kjo projekti me këta turqit e tjerë. Pra, çka ka mundësi, po i evadojnë, po i kryjnë porositë e fundit. Ndërkohë që ka këtë nxitim nga politika, po e quaj kështu për hir të bisedës, për të bërë këtë dhe për të përqendruar në 4-5 duar të bizneseve që serviren shqiptarëve si investitor të huaj, por që janë pastaj pasi kemi parë edhe biznesmen vendas, që s'ka asgjë të keqe në rastin konkret, po ja që SPAK po na tregon që dhe biznesmenët, ata që janë në pjesën e luanit më të rëndësishmit, që kanë të prekshëm. Pse e them këtë? Sepse në fushat saktuara, në ndërtim, dhe kjo operacioni i fundi që i përkiste 2020-ës e tjerë, na dolën shifra maramëndse, se zimë se shka nga 2021 deri në 2026, po shifrat frikshme që futeshin në beton, futeshin në këto tokat e këtyre zonave, futeshin në hotele, dhe aty dilnin emra të bizneseve, edhe përmondën, unë nuk di të them se kush janë lidhje, po fliteshin për 2-3 milion euro që du jepeshin një emri, dje kështë e dalë me Ilir Shtufin Agim Zeqo, e të tjerë pa dashur që të mbetem të emrat nominal, po të gjithë janë ajo pjesa që është pra biznesmen të fuqishëm dhe që akuzohen se janë pranë Ramës. Akuzohen. Tani, në çdo vend botës, po të kemi parasysh vendet e zhvilluara, por edhe në lindje, që edhe në lindje kemi parë shpesh se presidenti i Republikës, në Rusi, ose i mbledh gjithë biznesmenët dhe pra takimet e biznesmenëve, edhe në perëndim, pra, edhe Trumpi, kushdo qoftë, i mbledh. Respektimi i ligjit është detyrë, respektimi i ligjit detyrë. Tani, duhet me bizneset, duhet kemi kujdes një diçka. Është e vërtetë që mund të kenë në shkelje ligjore, qoftë edhe rastin, por duhet jetë me prova te çdo dyshimi të arsyeshëm. Ç'kuptojmë me prova? Pra unë referova dosjeve që kanë dalë. Tani dosjet janë me Sky ECC se janë deri në 2021, 11/3/2021, këtu e ketë preme. Dhe nuk na rezulton që të ketë lidhje fizikisht dosja e Zvërnecit sot me çështjen. Pra se ne sot që diskutohet protesta është çështja e Zvërnecit, çështja e Bregdetit. Pra është diçka e shkëputur. Pra është një dosje vjetër që e 2021-shit regjistroi emri në maj të 2026-sh, mas 6 vjetësh, dhe të gjithë rastet janë në hetim, duhet respektu parimi prezumimit pafajësisë. E parë, e dyta, duhet verifikuar të gjithë parat që të vinë nga droga. Nëse janë nga droga, është aktiviteti i palishëm. Por shoh SPAK-u përpara ka një punë shumë vështirë, sepse përveç se drogës, që ne e kemi diskutuar edhe herën tjetër, drogat janë paratë ndërkombëtarëve që i kërkojnë Shqipëri dhe sjellin dokumenta, ndërsa puna e vështirë është që të provojnë paratë shqiptarëve që grabiten dhe ose kalojnë në forma të ndryshme. Sepse, siç e tha edhe më parë, këtu të gjithë investimet e huaja pjesa më e madhe kanë qenë të dështuara. Pra, se të kuptojmë dështim. Dështim kuptoj që ky biznes, erdhi një biznes i huaj, bëri investime, solli para në buxhetin e shtetit. Pra u dha me koncesion bankers si për shembull, sa pare s'ka futur në artim, zero. Madje ata kanë marrë edhe faturat e TVSH-s. Pra faturat e TVSH-s që janë rimbursuar me TVSH-n, pra dalin me minus. Dhe duke qenë gjithë to minus e njëra pas tjetrës, shqiptarëve me drejtë i shkriju bindje. Ora çan këto investimet tuaja që po na vinë këtu. Çan këto gjëra që po na dalin një nga një. Me paratë e korrupsionit që duhet të hetohet akoma më shumë, sepse SPAK-u është për krimin e organizuar, që mund të jenë paratë e drogës dhe korrupsionin këtu, duhet hecet, sepse është një problematikë shumë e madhe. Pastrimi i parave. Paratë e drogës dhe paratë e drogës janë futur në ekonomi. E drogës dhe korrupsionit. Duhet ndalojmë. Korrupsioni është ai. Duke anashkaluar gjitha institucionet. Po, neve bëhen gjëra që ke një drejtori pastrimi parave apo jo? Ke një KLSH. ILDKP, Shikun, Emerald. Tani Shiku, motër, që ai da më. Shiku. Ka hik Shik, është bo Arshik. Ka hik me pushime. Prandaj jemi në këtë situatë, sepse parat
e drogës, narkotrafikut, çunat e Dubajit, të Londrës, të Amsterdamit, nuk e di, të Spanjës, të Gjermanisë, Ekuadorit, tash me Amerika Latine, kanë gjetur nga të gjitha rrugët e mundshme për të sjellë këto para në Shqipëri, po dhe falë dhe ligjeve të qeverisë, le ta themi, E harruam atë ndoshta që u miratua para 6-7 muajsh në kuvend, paqja fiskale. Merrni, hapeni përsëri paqen fiskale. Ka disa dispozita shumë të thjeshta. Kush deklaron që 3 vitet e fundit kishte harruar në një farë mënyre, e thot ligji, të deklaronte xhirot e kompanive, ka drejt i deklaroj më vonë dhe të paguaj penalitet 2, 3, 4, 5%, nuk e di saktë sa e kishte ligji. Që të thot u hap porta që këtu të futet parja e madhe nga të gjitha anët dhe euro është pikjat. Euro është pikjat, dollari është në pikjat, poundi është në pikjat. Është turp, po përfundon euro me 93, edhe deri në fund gushtit ka përqen me 90. Se duhet jem konkrete. Kur them duhet jem konkrete, marr shkas nga deklarata e kryeministit Rama kur tha që po, administrata në pikun e protestave ka probleme. Një gjë. A i kishin bën re më herët, a i keni denoncuar ju dhe a ka dalë në dosjet e SPAK-ut që administrata në nivellet e larta dhe deri në nivellet e tjera ka probleme? Po, pa diskutim që po, sepse ne pam raste nga më absurdet, për shembull në dosjen Akshi. Po them unë nga mënyra se si jurist, ju e dini shumë mirë, kishin firmosur ose me urdhër ose se kishin lexuar fare, sepse e kanë thënë në dosje dhe nuk e them unë. Kemi parë se si institucionet ishin të përfshira në emërime si tek policia, se si ti katapultoheshe se ka me Mera Karanja këtë nga shofer dhe bëhesh drejtues i lartë, dhe deri tek akuzat që dolën pastaj për sa i përket tenderave. Dhe sot që ne flasim jemi në një fazë për shumë të rëndësishme. Në parlament, komisionet, janë antarët e KPP-s, që është ai institucioni që ti e di shumë mirë, jashtëzakonisht i rëndësishëm, që shqyrton procedurat çfarë ka ndodhur. Akuzat publike janë të shumta. Heqje dokumentash, kanë certifikat sigurie, kanë aksik DSIK, pra e të tjera. Sot që flasim, qoftë edhe nga deputetët e opozitës, qoftë edhe nga mazhoranca, a do duhet ketë një lloj reflektimi për të kërkuar atyre që janë pretendent, qoftë për të konfirmuar apo dhe për të hyrë më tepër, për të qenë pjesë edhe pastaj për të votuar në kuvend, se do kalojnë në komision të ligjeve, siç e ditë ti. Së shpejti, për të qenë transparent për këto certifikata, për shkuarën e tyre për përballjet ligjore, për procedime penale, pra për integritetin. Për integritet. Ky është një shqetësim mjaft i drejtë. Ne në çdo moment kur ka pasur raportime të këtyre institucioneve, edhe që i përmendëm dhe ne, që i përmendëm dhe ju, autoriteti që merret me apo po themi komisioni që merret me prokurim publik, ku ka qenë ligje që kishin bënë nga afër apo nga larg me Akshin, apo me çështje të tjera sensitive ku ka pasur debate publike ja ku kemi dhe raportimet e institucioneve drejtësisë, ILD, KLG në kuvend, djeg ishte SPAK-u dhe prokuria e përgjithshme. Kemi përfshirë gjithmonë si opozit në po themi pyetjet, në vrejtjet, në komentet, në kritikat tona, gjitha këto elemente dhe sidomos shqetësimet e fundit nga aktualiteti. Kemi ngritur pyetje konkrete për të parë se deri ku kanë arritur me çështje të caktuara, pse nuk janë hetuar çështje të caktuara, pavarësisht se jemi përmbajtur në vijat përgjithshme, sepse kuptohet që në raste konkrete nuk mund të hyhet për më detaje të lidhur me hetimin, por kemi kërkuar llogari se çfarë po bëhet. Që pikërisht të mos përsëriten këto raste, apo se çfarë ndryshimesh ligjore duhet që të vinë në kuvend, që të modifikohen ligjet, të ndryshohen, të përshtaten, të përmirësohen, që këto situata mos ndodhin më. Pikërisht gjithë ato që ju përmendët mos të ndodhin më, sepse duhet të frenohet në një farë mënyrë gjakderdhja, në kuptimin e gjithë këtyre abuzimeve, gjithë këtyre zullumeve që po ndodhin, dhe aq shumë skandale ka, sa është e vështirë ndonjëherë që ti ndjekësh dhe radhën e gjërave apo ti mbash në memorie. Ndodhin 3 skandale në ditë. Është fatkeqësi për Shqipërinë. Përngja, kemi ne raste konkrete ku realisht duhet që të paktën politika të reflektoj, të demonstroj, të jetë korrekt dhe të ndryshoj diçka, sa i takon mënyrës se si katapultohen, se si përzgjidhen njerëz të cilët vendosin pastaj fatet e taksave të shqiptarëve, por edhe fatet e bizneseve, që mund të hyjnë në garë të ndershme. Flas për këtë pjesën që mund të jetë e shëndetshme. Është vërtet që në administratën publike bëhen rekrutime në kundërshtim me ligjin. Pra persona që nuk e meritojnë, që nuk duhet të ishin aty,
ata marrin fusin për shkak të bindjeve politike, për shkak se i kanë shërbyer ose për shkak që t'i kenë nesër, që të marrin dhe burg, marrin dhe 2-3 vjet burg, që t'i bëjnë tendera, t'i lejnë të firmosin tendera pa lidhje. Edhe një nga shkaqet e protestës që janë ngritë të rinj, thotë, shiko, ka mungesë konkurrence, ne po ikim, sepse ke shumë njerëz të cilët qoftë të shkodhuar jashtë territorit të Republikës, qoftë Shqipëri, që këta nuk i lejnë. Pra këta kanë kap si punë e kuçedrës që kanë kap atë burimin dhe nuk i japin kujt të pi. Ne duhet kemi në çdo vend gardë ndershme. Rasti i Akshit ka treguar se si funksionon shteti, pra është një organ i rëndësisë së veçantë, tregon mënyrën e rekrutimit, mënyrën e komunikimeve të tyre, mënyrën e lvizjes, komunikimin e biznesit me privatin. Këtu kemi të bëjmë, është protesta duhet gjuar zëri. Pra rekrutimet e palishme në gjithë sektorët, dhe në sektorin e drejtësisë, madje për shkak se është bërë reforma dhe personat që kanë investuar me reformën, po merren vetë personalisht për me mbulu skandalet si që të kalojnë gjërat. Jo, një diçka ose një vend pune i fituar në mënyrë të palishme, një gjyqtar ose i prokuror që është emëruar në mënyrë të palishme, duhet dalë aty para publikut. Kemi mungesën, për shembull sot që ne flasim për reformë drejtësi, kemi mungesën kemi bunkerizim të institucioneve të reformës në drejtësi. Ne kemi parë në vendet e zhvilluara perëndimore, zgjidhet një gjyqtar i gjykatës lart, vjen kamera dhe para kamera, pyesin edhe për jetën private, i bëhet dhe me qata. Kurse këtu ç'a bëhet? Këtu mund të kaloj edhe një derë ose një lop dhe ata ecën, futur shkon punë. Pra domethënë, neve konstatojmë në çdo sektor, sepse smundja kjo mungesë të transparencës nuk është vetëm tek projektet, që ne po i marrim vesh nga protesta se çka ka ndodhur me territorin e Republikës së Shqipërisë, po është në gjithë sektorët e jetës. Madje këtu përgjegjësi të veçantë ka dhe Departamenti i Administratës Publike, i cili duhet të jetë i kujdesshëm me transferimet e personave, duhet të raportojë pse transferohen këta persona, sa vetë janë transferuar para zgjedhjeve, sepse para zgjedhjeve i referoj dhe raportit të OSBE Odirit dhe deklaratave të parlamentarëve evropian që ka ndikime, se këto janë ndikime një në punës civil të i futi transferim para të vikut tjetër që ta kemi gati për vota. Pra këtu kemi një mos funksionim total shtetit me drejtësi, me administratë publike, të cilët janë ndryshuar ligji i administratës publike, ndryshoi Departamenti i Administratës Publike aty rikot, se duhet raportuar çdo transferim, çdo se luhet me këto shkrijen e drejtorive. Ristrukturim. Me ristrukturim, ai e shkri sot dhe masi jave e bo prapë këtë drejtoritë nxjerr njerëzit rrugë. Pra kjo duhet të penalizohet. Pra këta njerëz, këta mund të them, është tamam shpërdorimi i detyrës, sepse i rasti se është bërë rahmeti Mustafa Shaliani, që ishte antari i AMF-s, u nis procedim penal. Kemi parasysh për ngjarjen e Rina, si qofra. Unë nis pse kishte rekrutuar në mënyrë të palishme. Këta e kanë marrë shplot. Pra gjetëm ca policë lot, gjetëm një inspektor që ka lëshuar deklaratën e personalitetit. Këta e kanë marrë shtetin plot dhe nuk marr kush përgjegjësi. Transferohen njerëzit dhe me drejt njerëzit dalin, nuk ka konkurrencë. Jo vetëm për transferime, po edhe për transferime para zgjedhjeve, po këta i bëjnë dhe mbrapa zgjedhjeve, transferimet në formë dëshkimi ndaj atyre që ndoshta nuk i kanë mbështetur apo jo. Ndërkohë para zgjedhjeve për të dalë tek ideja juaj, më tepër problem unë shoh hapjen e vendeve të punës masivisht me kontrata. Pra të përkohshëm, me 6 muaj, me 9 muaj, me 1 vit kontrat, pra për të joshur që të marrin votën dhe pastaj thonë mbaroi kontrata dhe i nxjerrin rrugë. Ose bëjnë ato zëvendësime sapo mbarojnë zgjedhjet, pra i ulin detyrë, i ngrenë detyrë sipas qefeve dhe drejtorëve që mund vinë në institucione ndryshme. Ne na vinë se jemi dhe avokatë, na vinë her pas here. Domethënë ankesa nga qytetarë që mund të jenë larguar nga detyra brenda ditës, mund të kenë punuar 10 vjet në këtë institucion, mund të kenë ndryshuar shumë drejtor apo drejtoresha, në momentin që vjen një në fund, as nuk do të dinë fare për kontributin që ka dhënë, e trajtojnë institucionin si pronë private, si kompani private, i flakin njerëzit në rrugë nga sot nesër pa asnjë procedurë ligjore dhe pastaj përballimin në përgjigje dhe shumica raste shteti dënohet. Kreu Spak e përmendi pra në komision, është Komision Reformës Zgjedhore dhe foli për praktikën penale për krimet të zgjedhore. Nuk e di nëse vërtet përfshihet edhe kjo ose çfarë nën kupton dhe si e keni parë ju këtë qendrim të kreut të Spakut?
Atëherë pati një seancë mjaft gjatë dje, është e vërtet në Kuvendin e Shqipërisë, për një raportim edhe nga Kryeministri Spaku, por edhe nga Prokuroria e Përgjithshme, nga Prokurori i Përgjithshëm përpara deputetëve të pozitës dhe të opozitës, tek ai që quhet dhe konsiderohet Komisioni i Reformës Zgjedhore. Fokusi kryesor i deputetëve të opozitës ishte që nga njëra anë të nxirrin në pa edhe publikut, kuptohet, gjitha ato evidenca që kanë nxjerrë raporti USB-i Odirit, rezolutat e partive popullore europiane apo partive të djathta ndërkombëtare etj. Pra gjithë këto gjëra që dolën hapur, këto shkelje ligjore që e kuptoi matha i vogël brenda dhe jashtë vendit, që në Shqipëri vetëm zgjedhje nuk ishte, dhe kërkuan llogari në farë mënyre te këto institucione se çfarë duhet përmirësohet tashmë. Që dhe i kërkuan po ashtu, jo vetëm llogari, por i kërkuan edhe mendim që të japin propozime konkrete për ndryshime ligjore konkrete, sepse pikërisht ata janë ligjvënës dhe janë aty pikërisht për të ndryshuar sërish, për të rregulluar aq sa mundet këto ligjet e famshme që organizojnë zgjedhjet, kodi zgjedhor, po dhe aktet e tjera në ligjore. Po pse edhe kodin penal, sepse nëse do duhet të ashpërsohen dënimet për vjedhjen e votos, korrupsionin zgjedhor etj. Apo të shtohen dispozitat e reja, pra vepra të tjera penale, hajde t'i bëjmë. Por aty u ngritën dhe shumë problematika që ishin dhe të aktualitetit. Më bëri përshtypje edhe një rast ku ishte në mos gaboj deputeti Gjinj Gjoni, e ngriti me të drejtë ndaj Spakut. I tha, unë se kuptoj edhe qëndrimin tuaj, për rastin për shembull të një kryebashkiake në jug të vendit, të Partisë Socialiste, pa i përmendur emrin. Tha, ju tha dakord, këtu vini dhe kërkoni që ta shpërsohen dënimet në kodin penal për krimet zgjedhore. Dakord, po në seancë aty tha për këtë çështje keni kërkuar dënimi me kusht. Ndërkohë që vetë ligji e ka me burg. Pra, ndonjëherë dalin dhe kontradikta në raste konkrete. Se ndryshe kur flasim teori, pastaj ndryshe kur jemi në praktikë. Se pati edhe ca momente kështu me tona. Pati edhe momente tensioni, me sa kuptuam nga media, nuk e di. Do shta vlerësimi im, do shta deputetët e mazhorancës janë në një trysni, në një presion të jashtëzakonshëm tashmë nga protestat. Në Partinë Socialiste kuptohet që kanë filluar krisjet dhe mos çarjet e mëdha. Mund të kenë ata ato momentet e tyre që i lëshojnë nervat, edhe pastaj dalin nga vetvetja dhe bëjnë ato skena si kundër ishe një sjellje totalisht jo etike ndaj deputetit Kaso që u hodhën fjalë nga zoti Manja, megjithatë ishte me vërtet për të çuditur dhe deputetët e tjerë që ishin aty prezent këtë na shprehen që ishin habitur nga ajo lloj sjellje, domethënë që nuk e di, edhe ja atribuonin faktit që mund të jenë goxha të stresuar tashmë në këtë periudhë deputetët e shumicës parlamentare, aq më tepër që shikoni, nuk ka ndodhur në Shqipëri kur, është pa precedent, të ketë 33 ditë, mos më tepër që protestohet për ditë, ndaj kësaj qeverie, aq më tepër në këtë vap përvoluese, nuk ishte bërë vaki kur. Dojshë? Po, mu duk me vënd, në më thënë ajo, deklaratë e zotit Braun, lidhe me, që thash dhe më parë, që fjalët janë tjera, dhe provat është tjetër. Pra, nga ka ndodhë shpesh, në më thënë është proceduriale, në përpërgjime përmëndën shumë njerëz. Po, do takoj Ervinin, ose do takoj Fransin, po, ose ka pasur, dhe më thënë, ne kemi parimin e prezumimit pafajësisë e tjera. Ai mund të flasin në për telefona, po e folmja deri tek kontakti është gjë tjetër. Si të provohet që janë quar parat, ose është marrë leja e ndërtimit, ose nuk e di çfarë mund të ketë. Kjo është diçka procedurale, se në disa raste, domethënë nga organet e ndjekjes penale, pa e specifikuar, thjesht në mënyrë indirekte që përmendet persone, janë quar njerëz, të kjo është dosje pa prova, pra s'ka prova në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra dëshhetimi, ai që e përcakton, nëse këto dhënat mund të jenë objekt hetimi, nuk provohet. Është më mirë ti ta pushosh çështën ku nuk provohet, se sa ta çosh sforcuar në gjyq, edhe me deklarat për shtyp që u çu ky gjyq, ndërkohë që çështja është bosh. Sepse vjen kjo dhe si pasojë mënyrë se si është bërë reforma, ose për shembull ke denoncuar këto rastet e fundit, ku janë shkel ligjet, thoni ju, për vendet që mbetën vakante, më pas u zëvendësuan tek apeli. Po, është e vërtet, ne si shoqat media desi, unë jam përfaqësues, domethënë, kemi vendosur që këto raste t'i ndjekim në rrugë ligjore, sepse gjithçka është në rrugë ligjore. 5 emërime të KLG-s, që janë bërë për 5 antarët që kanë qenë antarë të vettingut, që janë futur në sistemin gjyqësor pa respektuar kriteret ligjore, i kemi ankuar në gjykatën e apelit administrativ dhe po presim një vendim
nga ana e gjykatës apelit administrativ. Diskutohet që kemi informacione që diskutohet legitimiteti i shoqatës partikolor, ne mbrojmë interesin e publikut, mbrojmë gjykatën e krijuar me ligj, prokurinë e krijuar me ligj, sepse nesër na ka rezultuar dhe nga vendimet e fundit të Strasburgut, të rastin e gjyqtarit Izet Kadana, i cili gjykata e Strasburgut thotë, gjykata e krijuar me ligj është proceset e pavlefshme. Pra ne rrezikojmë që të kemi proceset të pavlefshme në efekt serie. Se dhe këtu dalin tek meritat e personit që do futet me i vend pune. Tani futen në gjyqtar apel ata që s'kan punu as e ditë në gjykatë shkallës parë. S'kan as magistraturën. S'kan as magistraturë, as i gjë. Thjesht e ka kushtetuta, e ka të padiskutueshme. Domethënë se fakti se ligji se aty po jo se po diskutojmë për ta bërë pak interaktive. Ligji pastaj posaçëm, mos gaboj që është bërë për institucionet e drejtësisë, e ka shkelur kushtetutën, thotë e parashikon një dispozita aty dhe këta bazohen mbi ligjin. Ndërkohë që kushtetuta thotë nuk mund të jesh gjyqtar, prokuror pa bërë magistraturë. Kush është më lart në hierarkinë e normave? Këtë e di dhe një student i vitit parë. Është ligji, qoftë edhe me 3/4 e parlamentit me 84 vota, apo është kushtetuta? Është kushtetuta. Që do të thotë në këtë rast, keni bërë mirë që e keni çuar në gjykatën administrative, si akt, si shoqat, dhe unë mendoj që normalisht gjykata duhet ja përcjelli çështjen gjykatës kushtetuese për gjykimin incidental. Sikundër na ndodhi edhe ne në një ankim që bëm përpara 30 apo 40 ditësh në kolegjin zgjedhor gjyqësor për një akt të palishëm në vlerësinë e Partisë Demokratike, që u miratuan Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po, se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve punon edhe tani për zgjedhjet e ardhshme dhe që do të vinë në të ardhmen, dhe kolegji zgjedhor e ndërpreu, tha, ligji për gjendjen civile, ku parashikonte norma të zgjedhjeve aty brenda, tha, ne dyshojmë se është kundërshtim me kushtetutën, sepse këto ndryshime bëhen vetëm me kod zgjedhor. Dhe e çoi gjykatën kushtetuese çfarë? Aty pastaj mund shfuqizohet edhe ligji, pastaj mbi bazën e cilit, për rastin konkret, mund të jenë emëruar ato gjyqtarët apelit që vinin nga radhët e institucioneve të vettingut, sepse nuk mundet si rregull të kalosh pa pasur statusin e magjistratit që merret me... Kjo duhet shqyrtuar statusi i magjistratit apo dhe akuzat që hidhen publikisht, se ka shumë akuzat. Po flasim njëherë nga kriteret formale. Në kriteret formale i plotson apo nuk i plotson. Kushtetuta thotë për të qenë gjyqtar apo prokuror duhet të kesh bërë patjetër shkollën e magjistraturës. Pra kjo logjikën tuaj juridike duhet ta rrezojë. Ligji është kundërshtim me kushtetutën, vetvete. Nuk është ngritur brenda fateve 2 vjeçare që ka parashikuar kushtetuta dhe ligji për organizimin dhe funksionimin e gjykatës kushtetuese, ankimim në atë moment pasi ky ligj është miratuar, ka kaluar koha, por tashmë mund ta bëjë në çdo moment një gjykatë kur vjen një çështje për ta zgjidhur. Dhe ky është rasti ideal. Uroj që gjykata e apelit administrativ të mos merret me teknikalitete, keni apo nuk e keni ju legitimitetin, se unë mendoj që e keni plotësisht legitimitetin si shoqat e krijuar me, po themi, skop, pra domethënë me fush veprimit të gjerë të aktivitetit dhe të interesit tuaj. Monitorimi i reformës së tij, zbatimi i organeve të reja, mënyrës zgjedhshmërisë. Pikërisht. Dhe unë mendoj që nuk duhet të ketë probleme në lidhje me nga informacionet që disponojmë, po diskutohet që të nxjihet për mungesë legjitime. Ndërkohë, kush është problemi tjetër? Si, për çfarë po diskutohet ose çfarë indicish keni? Nuk ke drejt të ankohesh, duhet vi një tjetër. Po kush do vi? Kush do vi? Ndërkohë, shih se kur është e forta. Do vi në një tjetër që si doli emri. Reforma në drejtësi u bë nga fondacion, nga shoqatat e huaja, ne jemi shoqat shqiptare dhe s'na morin parasysh. Nga Soros. Fondacioni Soros dhe Harabelin dhe edhe Sorën, fondacionet e tjerë, nuk e di, Soros, i morën parasysh. Pra domethënë vin të hujt neve këtu, kurse ne që jemi shqiptarë, ngrim problemet e vendit tonë, nuk i marrin. Megjithatë ne do ndjekim rrugën. Kush është pastaj rruga tjetër, nëse vërtet rruga ligjore, ne do shkojmë në gjykatë më të lartë, do shkojmë në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. Legjitimohem si shoqat janë disa vendime praktikën e të gjykatës së Strasburgut, ndërkohë nga ana tjetër ne nuk na humbim gjë që t'ja bëjmë vetë si vit publike. Çfarë po fshifet? Sepse drejtësia e re duhet të jetë transparente, ky ishte. Njerëzit kanë akses, atëherë kush janë ata që janë zgjedhur? Për shembull, po marrim rastin që kemi diskutuar. Ish gjyqtarja Manjola Beleri ka bërë një kërkesë KLG-s, verifikoni Ina Ramën se dyshojmë se është antar i shërbimit sekret. Nuk e kanë verifikuar fare. Tash si mund të lëm një, sepse është ndalesë ligjore. Tani po i bën gjyqim publik. Jo s'ka. E ka bërë, verifikojnë, nuk është verifikuar. Ose po bëjmë transparente. Është transparente, ky është fakt.
Tani, më fal, e funi. Reforma, është transparenca. Ne përshofim në Amerikë pyesin ata orë ku ke qenë çka ke bëhe për jetën private. Ç'është ky bunkerizim? Pra çështja është parimore, nuk është personale. Atëherë neve fut Daniel Shimra, ne fut Olzdatën, ne fut të tjetrin, ne se e duon, se kështu shkon kjo punë. E dim ne këtë punë edhe ti je miku atij, domethënë absolutisht çështja është parimore. Qoftë në organet e drejtësisë, qoftë në organet publike, duhet futet njerëzit që e meritojnë. Shkojnë për shkollat e magjistraturës, pavarësisht moshë të mëdha, vjezor të mosh çon të moshë të mëdha, se janë nga 50 kusur vjeç. Po shkon atje, boni stërvite, e keni shkollën, shkolloni, gjoni pedagogët, si ushtrohet ndjekja penale, edhe merr kualifikimin e fillo punës së gjithë tjerë. Unë si drejtuesi i Departamentit të Drejtësisë në Partinë Demokratike, për këtë rast kam bërë një status publik për para pak javësh, edhe aty e kam theksuar, ne jemi duke folur në parim, pa hyrje emrave konkret në vetvete, po flasim për parim për respektimin e kushtetutës dhe të ligjit. Pak rëndësi ka, pastaj të shikojnë kush e ka magjistraturën, le të vazhdoj, edhe të shikojnë kriteret e tjera, po këtu është një kriteri i parë. Nëse nuk ke magjistraturën, si mund shkosh direkt në apel. Dhe unë kam informacione që edhe në sistemi drejtësisë është po zjen kjo punë, sepse shumë që kanë kaluar në kurriz këto, jo vetëm vetimu, po flas edhe nga brezi i ri që kanë kaluar shkollën e magjistraturës, nuk e shohin tani drejt që ata temerohen në përrethët largëta etj. Ndërkohë që vinë të tjerë kalojnë me fast track, që do të thotë si ta radha në aeroport, që gjithë do presin radhën këtu 500 veta, po janë ca dhe kalojnë në nga radhë shpejt, e dalin direkt dhe shkojnë direkt në apel. Kështë normale kjo. Pa bërë shkollën, pa bërë që është detyrim kushtetues, pa bërë gjë, të fillosh direkt dhe në apel. Ndërkohë që tjerë duhet të rrinë 10-15 vjet në detyrë, edhe me kismet po u bën një ditë. Po. Tani, arresti me burë për Veliajn u kthye gjykatës së lartë dhe po shikoja mënyrën se si është interpretuar. Disa flasin dhe për një skenar për lirimin e Veliajt. Po shikoja me detaje në faktet argumentat apo dhe mënyrën se si janë ndarë pra gjyqtarët. Nuk e di se sa bën sens, po fillimisht të shohim çfarë vendos, si e shef si jurist. Pak e çuditshme për sa shpejt janë marrë këto vendime. Vetëm kaq mund të komentoj për momentin, sepse në mos gabojsh herë e dytë që shprehet gjykata kushtetuese. Brenda 35 ditëve apo 40 ditëve për një çështje, qofsha i gabuar 25 maj apo në fund të majit dha një vendim, që e prishi pjesërisht vendim. Gjykatës lartë e çoi për gjykim. Gjykata e lartë nuk pati këllë që ndoshta që ti qëndroje sa jurisprudencës vetë, se ja hodhi poshtë kërkesën, tani pas ka ardhur një vendim tjetër dje. Kështu informohemi. Prap nga gjykata kushtetuese. Që do thotë që nga një ping-pong tashmë, midis kushtetueses dhe gjykatës lartë, pikërisht për këtë çështje. Ndoshta është dhe ai skenar që ju përmendët, mbetet për të parë. Jo, po shikoj interpretimet. Unë nuk di të bëj një interpretim ligjor për skenar dhe të paralexoj fatet. Ajo që unë pash ishte që 4 prej gjyqtarëve, Gent Ibrahimi, Sander Beci, Fiona Papajorgji dhe Ilir Toska kanë qënd me mendimin që çështja duhet të kthehet në gjykatën e lartë edhe pse binin dakord që masa ishte jo proporcionale. Çfarë kuptojmë? Me çfarë ndjes mesazh shumice është votuar? Me sa vota? Apo kanë që më shumë? Për tani, çfarë duhet 9 anëtarë, po. Ja ta bëj një interpretim. Garantë ta shikojmë këtë. Tani, masa sigurimit është tjetër dhe dënimi është gjë tjetër. Se po të themi, unë për shkak personalisht dhe shoqata, media dhe drejtësia dhe pranaj kemi marrë pjesë dhe gjyqi i prokurorit të Veliajt të Olzdatës, jemi të mendimit që Veliaj duhet ishte proceduar penalisht në fakt. Të katërtëve e jashtuar dhe gjyqtarja Sonila Bejtja pra për të bërë shumicën. Po, për të bërë shumicën, pra e cila se kam argumentat pikërisht për këtë gjë. Po. Mendimi jonë Aida është që Erion Veliaj duhet ishte proceduar për çështjen e dherave. Për çështjen e dherave, po gjithë ndërtuesit që bënin transportin e dherave e i idhin në landfill kanë paguar një taks për metër kub, që nuk dihet se ku ka shkuar. Çështje tjetër, kemi inceneratorët që nuk ekzistojnë. Këto çështje nuk janë marrë fare dhe janë marrë me çështje personale, që vlera e dëmit në raport me ato që ka bërë dhe kallëzim Partia Demokratike, por nuk ka rëndësi se kush e bën kallëzimin. Rëndësi ka fakti. Ore, ka faj, s'ka faj. Pra çështjet e mëdha aty mbahen. Janë kallëzime 2020-s. Në logjikën tënde. Në logjikën që kjo nuk është çështje që duhet ishte proceduar. Dhe parimi proporcionalit nuk është çështje, duhet ishin bashkuar çështjet. O gjuhet tjerë e mirë, po jo tash, por mu kjo është çështje personale lidhe me atë. Ndërsa çështja e inceneratorëve, firma që Erion Veliaj ka marrë tagrat e Këshillit Bashkiak duhet ishte proceduar.
5D dhe shumë në gjarë tjera. Këtu kemi një bypass shmanjes nga problemi. Çështje duhet ishin bashkuar. Atëre, ne, po, themi, përgjithëse s'ka ndodhur kjo, duke u nisur nga çështjet, duke u nisur para nga pranimi i proporcionalitetit, kohës që ka shkuar, çështja është në gjyq, ka edhe një vendim më parshëm gjykatës kushtetuese, po vendimi i parshëm është që e ka kthyer kryebashkiak. Pra, domethënë, kemi që e ka thyer. Ai është kryesori dhe kemi edhe shkelje, sepse nesër çfarë do ndodhë ai? Do dënohet Shqipëria, nuk dënohen këta që i bëjnë shkeljet, po dënohet populli shqiptar nesër do i paguash lekët i këtij. Pse? Sepse ai thotë, ky është në detyrë si kryebashkiak. Ja ke ofru kushtet në burg, edhe në burg duhet t'i afrosh kushtet, sepse kemi kolizion ose përplasje lidhje. Vendimi i gjykatës kushtetuese me kodin e procedurës penale. Atë duhet ishte ndryshu rregullore bugjevi që ti kryetarit Bashkisë Tiranës, të cilin e ka votuar populli i Tiranës dhe i konfirmuar me vendim gjykatë, i krijoi kushtet burgut të ushtruar detyrën. Ka pas dhe bashkiak tjerë, kryebashkiaku Budvës që ka, domethënë, që ka qenë arrestuar, i krijuar pra ti këtë se bën, atëherë duhet gjetë një formë ligjore. Dhe shkaku për cilën është proceduar penalisht është për mua nuk duhet ishte procedurë për aty ku qëndron problemi, të cilët janë bërë kallëzime publike, qoftë nga subjektet politik, qoftë dhe nga shoqata media dhe drejtësi, për Ekoparkun për shembull ka bërë kallëzim avokati Ben Langozi. Pra, kemi kallëzime të cilët rrinë mësirtarë dhe urojnë të mos dalin për shembull 2020, 2021, dalin si këto dosje që regjistrohet emri i ditë e shkon në burg. Gjitha këto çështje i ka bërë kallëzim po ashtu dhe Partia Demokratike, nga që u përmendë Ekoparku, po edhe çështje të tjera, 3-5 dëte famshme, incineratorët kanë shumë vite. Dhe pikërisht nuk hetohen këto çështje, se po të hapen këto, nuk hetohen, nuk çohen për gjykim, se janë hetim supozohet. Nëse mbyllen këto dosje, nuk ka nevojë pastaj të merremi me këto teknikalitetet e vogla, me këto çështjet e vogla për të cilat realisht është në arrest Erion Veliaj. Për mos ta banalizuar, pra duke marrë shpenzimet familjare, me veshjet e zonjës e tjera e tjera. Ndërkohë që veprat që dyshohet dhe ka shumë kallëzime janë kur ka qenë detyrë. Po sepse po të gërmohet aty, mund dalin pastaj deri në majat e qeverisë. Ne harrojmë të përmendim gjithmonë një betejë shumë të fortë që ka bërë ose qasja që ka patur ndaj prokurorit, ndaj sistemit Erion Veliaj. U duk se fillimisht paralel më shumë se një betejë ligjore, ishte edhe një betejë me një retorik të përshkallëzuar, gati edhe personale. Po. Atë kjo është një diçka që të bën përshtypje, se është që nuk ndodh shpesh, që aq më tepër kur merr dhe mediatizim të jashtëzakonshëm, një proces i tillë administrativ që për mendimin tim nuk duhet kishte këtë peshë kaq të madhe, qoftë edhe në opinionin publik, por për vetë elementët, pra personazhet e përfshira aty, shikojmë që bëhet ai spektakël aty kur shkon jo vetëm Erion Veliaj që përcjelli nga burgu, do është i lirë pa pranga pa gjë, dakord, pa ka fazë sigurie, sikundër ndodh me të tjera që i kenë në SPAK apo në gjykatën e posaçme, dhe nuk i lihet as mundësia të komunikojnë lirshëm me avokatët e tyre. Për Ilir Metra po flet, po. Po dhe për Beqarin deri në një farë periudhë, apo dhe për të tjerë, personazhe të tjerë. Se këta kemi parë nga politika. Ndërkohë, çfarë ndodh aty? Aty bëhet spektakël tek gjykata administrative se shkojnë edhe këta suporterët, ata mbështetësit e Erion Veliajit, ju kujtohet domethënë aktorët e tjerë që një pjesë e tyre e humbën komplet atë kredibiliteti me ato deklaratat e tyre, domethënë që shkojnë bëhet ai show aty. Këtë e bëjnë politikanët, se për shembull edhe Berisha, deli dhe sulmon SPAK-un kur shkon atje për masën, i thotë, i vë emrave prokurorëve mbi emrin e grupeve kriminale, kështu që je dakord, Frans? Kjo është element që ai është vetë. Apo është ndryshe kur është Berisha, ndryshe kur sulmon Veliaj. Ai shkon vetë në shkruan atje 2 herë në javë, ka detyrimin, mirë thash, 2 herë në muaj, pra një herë në 2 javë ka detyrimin në javën e parë dhe 3 muajt. Kurse këtu s'po merrem me deklaratat që thotë Erion Veliaj, jo. Po flasim edhe këta personazhe të tjerë që i shkojnë atje për mbështetje morale, etjere. Një SPAK edhe Berisha me mbështetës ka shku. Gjysma dhe vi. Edhe presim që Eduard Rogitje që të thotë çfarë do thotë, dhe pastaj si thotë Dumanit. Nuk e marrin fjalën. Normale? Mendimi im, ku ka një çështje penale, edhe me prokurorin Dado ka pasur një teprim nga ana e Erion Veliajs, duke u marrë me jetën private, çaj duhet jeta private ish bashortën me çunin e vet, ç'lidhje ka kjo? Ti merru me faktin. Qofse është prokurori caktuar me ligj, drejtori i gjykatës, ç'lidhje ka? Jo violina, jo
jo kursi filozofisë, se këto janë fyre personale, edhe me familjen. S'ke pse merresh me familjen. Prokurori ka marrë një akuzë, ngri pretendimet. Qoftë për pretendimet, për çështje tjetra, pra domethënë në moment që ti merresh dhe dëgjon redaktorin, ai ka dëgju redaktorin, çfarë thot redaktori. Pra, spaku duhet të shohë kush është redaktori, sepse ai e ka futur rrugë pa rrugë. Sepse jesi ku bashkiak di ka anën ligjore. Qoftë prokurorin e caktuar me ligj, qoftë rastin tjetër. Tash ti i shmangë sa dhe mas i viti ka filluar mbrojtja ligjore, kuptimi sepse ti do ngresh pretendimet lidhet me provat dhe me çështjet. Fyre e prokurorit në mënyrë personale për mu është e papranueshme dhe tregon që ti nuk je zoti me fakte dhe shkoj me fakte. Po kjo e Berishës është me fakte, si është? Ai del kishte shkuar deri pasuria kanë përshtypjen e Dumanit, përveç se çfarë si thot me emra grupe kriminale. Berisha apo është ndryshe? Berisha pretendon që janë majtë standarde dyfishe nga anë e SPAK-ut për VKM, pra të VKM tjera është proceduar ndryshe, te kjo VKM-ja ime që s'ka provë. Jo, flas për gjuhën. Po për gjuhën, tash pretendimet, dhe kjo ka qenë si pasojë, nuk doket se janë disa prokurorë, sepse për shembull te rasti Veliet janë 2 prokurorë, është Dumani dhe Olsdado, merren me Olsdadon. Ne dim se s'flasim për Dumanin. Edhe rastin konkret, çështja Berisha, tek rasti Berisha janë 3 prokurorë, 3 që shkon është, dhe i merret me, domethënë flet me Dumanin. Dhe në rastin konkret unë gjuha është e papranueshme. Nuk mund të fyet prokurori aq më tepër me grupe lidhesh jo Altin Troblini, domethënë çfarë. Janë të papranueshme. Unë personalisht si jurist dhe si ish prokuror e quaj të papranueshme këtë gjuhë. Ai që është burr është me fakte. Pra fakti është fakt. Qofse fakti është diçka që ç'kuptojmë me fakt. Që ti ngre një pretendim, për shembull dhe rasti shtëpisë. E bën betejën ndryshe. Bën me kallëzim, me shkrim. Pra, unë jam për ata jo të ngelet në deklaratë publike, por të avancohet. Pra, dhe ne si shoqatëse por referojmë media dhe drejtësi, kemi marrë aksione juridike. Qoftë në rastin e zotit Dado, që kemi pretendime që pse nuk ka hetuar çështjet e tjera dhe me 5 anëtar tjerë kemi ndjekë dhe në gjykatë kushtetuese, edhe ne i ligj do ta ndjekim. Pra aksioni juridik është aksion juridik dhe pa e fyr tjetër. Fyrja për mua, domethënë në gjithë politikanët duhet ndryshoj mentaliteti dhe komunikimi me organet e ndjekjes penale, edhe me të pas ranë qafë, ose pretendosh që i ke ranë qafë. Pra tash kemi ligjet, sepse nuk është normale. Altin Dumani ose kushdo prokuror ka familje, shohin lajmet atë dhe njerëzit, domethënë, brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë shqetësohen njerëzit. Ne për çështjen ke bërë këto shkelje, shumë bukur të marrësh përgjegjësi administrative sipas ligjit. Po e mbyllim. Faleminderit Franja, faleminderit. Faleminderit. Nëse që u pata në studio sot për këto çështje shumë në fakt.